Mbas vdekjes së Mojsiu, shërbëtorit të Zotit, ndodhi që Zoti i foli Jozueut, djalit të Nunit, që i shërbente Mojsiut dhe i tha: Mojsiu, shërbëtori im vdiq, prandaj çohu, kalo Jordanin ti dhe gjithë ky popull, dhe shkon në atë vend që unë u jap atyre, bijve të Izraelit. Unë ju kam dhënë çdo vend që ta bani i këmbës suaj ka për të shkelur, siç i thash Mojsiut. Territori yt do të shtrihet nga shkretë të tira dhe nga Libani deri në lumin e Mas, në lumin e Eufratit, nga tërë vendi i Hitejve deri në detin e Mas në perëndim. Askush nuk do mund të të kundërshtojë gjatë tërë ditëve të jetës sate. Ashtu siç kam qenë me Mojsiun, kështu do të jem me ty. Nuk do të lë, as nuk do të braktis. Je i fortë dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotërojë vendin që u betova t'u jap etërve të tyre. Vetëm tregohu i fortë dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh sipas të ligjit që Mojsiu shërbëtori im të ka urdhëruar. Mos u shmang prej tij as djathtas, as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Ky libër i ligjit mos u ndaft kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua. Atëherë do të përparosh. A nuk të urdhërova unë? Je i fortë dhe trim, mos ke frikë dhe mos u thye, sepse Zoti, Perëndia ynë, është me ty kudo që të shkosh. Perëndia urdhëroi Jozueun te ky varg, i thot pikërisht këtë fjalë. Ky libër i ligjit mos u ndaft kurrë nga goja jote, por medito për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua. Atëherë do të përparosh. I keni vënë re, nuk e di, ose le ta bëjmë kështu pyetje. Ju ka ndodhur kur shkruani ose chatoni mesazhe me njëri tjetrin, sidomos me këtë WhatsApp, ku ka dalë për të edhe për probleme. Kemi vënë re që ti shkruan diçka, një mesazh, një fjali aty dhe personi tjetër që e merr mund të edhe ta keq kuptoj, edhe lind pyetja, çfarë ka dësh me thënë autori me këtë fjalë ose me këtë fjalë. Mua më ka ndodhur të paktën që janë keq kuptuar njerëz. Më është dashur që të marr një fjalim për t'i shpjeguar që nuk ishte ai çfarë mendon. Pra, e thënë ndryshe, neve kemi nevojë që të komunikojmë me njëri tjetrin, do të ishte mirë që të bëhesh drejt për së drejt. Këto mënyra tona të komunikimit do të ishin mirë që nëse do ishte e mundur, të kishe një moment ku mund të takohesh me dika në mënyrë që ti të komunikosh. Por, ndërsa jemi këtu, Perëndia i tha pikërisht Jozueut medito, mendo, logjiko. Sepse është shumë e rëndësishme kjo. Kur Perëndia na thot pikërisht këtë gjë, është një urdhër që ne duhet ta marrim parasysh. Është një urdhër që ne kemi të nevojshme për shpirtin ton çdo ditë. Po pse është kjo e nevojshme? Ashtu siç kemi nevojshme ne bukën tonë të përditshme, ashtu kemi nevojshme dhe fjalën e Perëndisë. Sepse Psalmi 1, vargjet 1 dhe 2 thotë: "Lum ata ose lum njeriu që nuk ecë sipas këshillës së fabezëve, por gëzon në ligjin e Zotit dhe e mediton atë ditë edhe natë." Ashtu pra siç ham neve atë ushqimin ton fizik, ashtu ne kemi të nevojshme edhe për ushqimin ton shpirtëror. Meditimi pra konsiderohet një epokë e harruar. Lexojmë pa kuptuar, dim pa bazuar ose pa zbatuar, mendja jon bëhet gjithnjë e mos sipërfaqësore. Ndaj dhe ligjet duan fakte të shkruara, duan fakte të dëgjuara me video, me regjistrime, edhe kur juve paraqisni një video ose një regjistrim, do sigurohet që ajo është autentike apo jo. Urdhëresa hyjnore, Perëndia i dha Jozueut planin luftarak, por urdhëresën e meditimit fjalës. Meditimi mbush mendjen me të vërteta hyjnore, jo ta zbraz, por ta transformon. Mojsiu kishte vdekur, siç lexuam nga vargjet e para. Populli që ndronte para tokës së premtuar. Armiqt ishin të fuqishëm, e Perëndia tha: medito mbi fjalë. Në raste të tilla, kur drejtuesi vdes, atëherë njerëzit do të presin ose do të zgjedhin një drejtues tjetër të fuqishëm, por gjithashtu që do të sjellë plane se si të luftojë, se si të avancojë përpara. Ndërkohë që Perëndia thotë: ndalni, çfarë do bëni? Meditoni mbi fjalë. Edhe i thot Jozueut këtë gjë. Edhe një nga gjërat e tjera që i thot Jozueut tek vargu 9, i thot: mos ki frikë, je trim. E njëjta gjë madje ja tha disa herë se mos ki frikë, je trim. Edhe në fund tek vargu 9, a nuk të thash që je trim, sepse do ketë pasur pyetje
Jozue. O Perëndi, po çfarë do të bëjmë or për Hebreut? Se populli po qëndron tani gati për të ftuar, jemi gati tek ajo toka premtuar sepse kemi 40 vite që jemi endur në përshkret të tillë, kemi kaluar dete, male, të tjera për të ardhur pikërisht këtu dhe në momentin që jemi pikërisht në kufi, Mojsiu vdes. Fjala hebraike për përkthimin që neve kemi meditim është haga, që do të thotë brazmandjen, meditimi botror që ose meditimi i botës që kemi neve, zbrazmandjen, arrin përshtakun, bashkon me kozmosin, jo mendim. Ndërkohë që haga, jo hagaj. Në hebraisht do të thotë murmurit fjalë ose përsëritje fjalë. Mbush mendjen, asimilon të vërteta, transformon karakterin. Pra, Romakët 12:2 na thotë shndërrohuni ose transformohuni nëpërmjet rinovimit të mendjes. Edhe është fjala nga greqishtja vjetër kur është shkruar dhe Bibla e Testamentit të Ri është metamorfo, do të thonë që po pret për ndryshimin, për transformimin. Dhe jemi pikërisht te kjo pjesa, Perëndia i thërret Jozueut në të rast medito me fjalën. Pse është kjo e rëndësishme? Sepse ne si njerëz kemi dëshirë mishore, le të themi, që duam të arrijmë bekimet. Edhe në fakt po ta dëgjosh me vëmendje ose po ta shikosh me vëmendje, njerëzit dëgjojnë vetëm fjalët që dëshirojnë të dëgjojnë. Nuk dëgjojnë fjalët si për shembull, i kujdes, medito, dëgjoje, mësoje fjalë. Pra kur janë gjitha këto fjalë dhe këto meditime, pastaj Perëndia në fund thotë do të bekoj. Neve dëgjojmë fjalën beko në fillim, shikoni, le të lexojmë edhe një herë vargun 8 tek Jozue. Ky libër i ligjit mos u ndaft kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse pjesa e fundit e vargut 8 neve dëgjojmë të parë dhe themi sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua, atëherë do të përparosh. Perëndia i tha dy gjëra të rëndësishme, ishin në kufi, ishin që do mund të luftoni. Do të kesh sukses dhe do të përparosh, pra do të ecësh përpara. Ne dëgjojmë këtë fjalë në fillim, do të përparosh, do të kesh sukses, edhe mbaje Biblën me vete. Ndërkohë që Perëndia thotë mediton mbi fjalë dhe në mënyrë që ti të ecësh përpara. Shoqëria sipërfaqësore, vëmendja mesatare, një studim që është bërë tani, arrin deri në 8 sekonda, rrjetet sociale strukturojnë mendjet tona për shpejtësi dhe jo thellësi. E keni vënë re që njerëzit nuk kanë më durim që të ndalojnë, të mendojnë, të pyesin çfarë po ndodh, por të pa i vënë re fare. Kisha fatkeqësisht në përgjithësi janë bërë kisha të aktivitete. Të bëjmë sa më shumë aktivitet. Programe pa reflektim, plot aktivizëm, shumë takime, por shumë pak kohë ulur përpara fjalës. Leximi pa meditim është si ai shikimi kur je duke udhëtuar me makinë ose me tren, që shikon dritat, por nuk arrin dot t'i kuptosh. Pra pamjet kalojnë shumë shpejt dhe asnjëherë ti nuk qëndron. Pra nevojitet ndalja, nevojitet të zbresësh, nevojitet të shikosh. Shpesh herë neve kur udhëtojmë nëpër qytete të ndryshme, për shembull kur shkojmë në Pogradec, atje lart në Kodër, neve ndalojmë, çfarë bëjmë? Shikojmë pamjen e liçenit, e shikojmë me kujdes, ë? Mbushemi themi, sa bukur, sa qet, sa paqësor. Shkojmë këtej për në ju, ngjitemi lart në llogara dhe çfarë bëjmë? Përsëri ndalojmë. Edhe çfarë bëjmë? Shikojmë detin. Shikojmë paqe, shikojmë qetësi, mbushemi, shplodhemi nga rrugat që kemi arritur, që kemi kvarteri aty. Edhe ti merr fuqi. Edhe në të njëjtën mënyrë Perëndia na thotë, ndalu, medito, kujt i përket? Çfarë po bën? Jo ik dhe vrapo duke mos ditur se ku po shkon, duke mos ditur se çfarë po kërkon. Ndaj Perëndia pikërisht te kjo pjesë mendoje, kujdesu, përmende, mësoje. Edhe ndaj ju solla edhe të shembullin në fillim me ato tekstet, me ato mesazhe që neve i shkruajmë njëri tjetrit, edhe shpesh herë keq kuptohemi me to. Pse e the kështu, pse e thash kështu? Jo nuk e thash ashtu, po e thash kështu. Ndaj Perëndia thotë, merre ligjin, merre fjalën time, lexoje, meditoje, edhe sa më shumë ti e lexon, e mëson. Ka shumë besimtarë që e praktikojnë, marrin sugjerohet dhe kemi më vonë, por sugjerohet që të mësosh deri në 5 vargje biblike në muaj. Dhe në fund vitit ti ke bër 60 vargje që ti i mban më. Por çfarë ndodh me këtë? Ti po e merr fjalën e Perëndisë, po e përtyp, po e shijon, po e kupton. Është ai ushqimi që ndonjëherë neve shikon nuk më pëlqen. Edhe nana zakonisht do po provoje një herë për se do të shijoj. Edhe gjithmonë është e rëndësishme ajo, si i themi neve, kafshata e parë, për ta provuar një herë. Se është dhe pastaj fillon në radhë. Pra, ne duhet ta lexojmë vargun me zemër, por gjithashtu me zëtullët, një mënyrë të meditimit, duke ndryshuar theksin çdo herë, lejoni të kalojë nëpër gojë, mendje dhe zah. Për shembull, ky ligj
ose ky libër i ligjit ndrojet intonacionin e zërit. Çfarë pyetja e meditimit, ose për çfarë po e bëj këtë? Çfarë tregon për Perëndin? Çfarë po mësoj unë? Çfarë po më kërkon mua Perëndia? Çfarë duhet të ndryshoj? Çfarë mund të besoj tani? A do ndikon kjo gjë pozitivisht për mua? Pra, sugjerohet që të mund të mësosh 5 vargje në muaj, 60 vargje në vit. Pra, mësimi përmendësh e bën fjalën të disponueshme gjatë gjithë ditës, punës, shëtitjes dhe natës. Në fakt kështu duhet të jetë. Vargu i shkrimit është si një trëndafil, ka thënë dikush. Duke shtypur me gishta lëshon parfumin e tij. Pra, ti kur e merr një trëndafil, një lule erë mirë, ti do që ta ndjesh erë, edhe e prek e ngacmon që të lëshoj sa më shumë erë. E njëjta gjë është dhe fjala e Perëndis. Ti sa më shumë e përmend, e mëson, e përsërit, ti po ndjen aromën e Perëndis. Vim tek pjesa e fundit që neve na pëlqen në fillim në fakt. Do të kesh sukses dhe do të veprosh me mençuri. Sukses hyjnor, që është jo sipas standardeve botërore, por jetë e jetuara brenda vullnetit të Perëndis. Transformimi i mendjes, fjala metamorfo, që e gjen tek Romakët 12:2, është ndryshimi i brendshëm i karakterit, jo vetëm i sjelljes. Pra është një mendësi e jotja. Pra neve zgjedhim që të mendojmë, neve zgjedhim që të flasim në këtë lloj mënyre. Prandaj dhe ne zgjedhim dhe ambientet tona. Ne nuk duam të qëndrojmë me njerëz toksik, që vetëm flasin fjalë të këqija, që vetëm flasin fjalë banale. Por ne zgjedhim dhe personalisht të kemi këtë lloj ambienti për mendjen tonë. Paqja e Perëndis. Paqja që kalon çdo mendim, Filipianët 4:7, jo heshtje boshe, por heshtje e mbushur me fjalë. Në historië dëshmitarë që kanë praktikuar besimin që i përkasin le të themi epokës tonë, kemi Agustinin, kemi këtë John Calvinin, Teresa, John Buguani, ky ka shkruar dhe një libër, neve kemi edhe këtu. Charles Spurgeoni është dhe ky një predikues i vjetër. Pra të gjithë njerëz që praktikuan meditimin e fjalës. Rikthimi i artit. Neve kemi thënë që të shkruash është art në vetë. Ne kemi thënë gjithashtu që të shkruash poezi është art në vetë. Madje të recitosh poezi është art në vetë. Jo të gjithë mund ta bëjnë atë. Sepse duhet të japësh intonacionin e duhur në vendin e duhur në këtë kuptim që çdo fjalë do të marrë zërin intonacionin e duhur. Pra për neve kjo gjë është shumë e rëndësishme. Sepse jo vetëm që neve ushqejmë shpirtin ton me fjalën e Perëndis, por ne jemi gjithashtu duke forcuar shpirtin ton me fjalën e Perëndis. Çfarë bën kjo për ne? Kjo bën që praktika jon, jeta jon, sjellja jon na çon tek këto dy gjërat, tek ky fundi i vargut 8. Sukses dhe përparojmë përpara. Por mendja jon për shkak të problemeve, shqetësimeve të botës, mbushet me fjalët e botës dhe ne nuk ecim dot dhe të avancojmë përpara. Dhe kjo është për të gjithë ne. Prandaj Perëndia na fton që të luftojmë edhe të zgjedhim se çfarë fusim ne në mendjen tonë. Prandaj dhe vargu 7, që në vargu 6 në fakt, tek Josueu, kapitulli i parë. Je i fortë dhe trim, thot vargu i parë. Vargu 7 pastaj, 6 pastaj 7. Vetëm tregoj fort dhe shumë trim. Vargu 9 thot, a nuk të urdhërova unë, je i fortë dhe trim? Mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti, Perëndia yt, është me ty kudo që të shkosh. Pra Perëndia na premton ne, edhe na tregon edhe na udhëzon hapa se çfarë neve duhet të bëjmë në mënyrë që të jemi të suksesshëm. Por ne marrim problemin, marrim atë barrën e shqetësimit, edhe vendosim i shpatullat tona, edhe pastaj nuk kam vend në mendjen tonë, në qenien tonë për fjalën e Perëndis. E keni vënë re që edhe neve vetë si njerëz, nëse do të shkojmë diku ose tek dikush për ta, le të themi, për ta inkurajuar, sepse po kalon një kohë të vështirë, nëse ai njeri nuk pranon të dëgjojë ose nuk pranon që ti flasësh, është e kohë. Mua më ka marrë njerëz, domethënë, që miqësore, më kanë thënë, hajde takoje pak të shokun tënd sepse është i mërzitur. Po kalon një kohë të vështirë. Edhe foli. Kjo është miqësore, nuk po them se unë po bëj një mrekulli, por e kam gjetur të vështirë deri në momentin sa është hapur dera që ai të dëgjojë. Sepse ai në atë momente mund të thotë që çdo gjë që ti thuash nuk mund të ma zgjidhë mua problemin. Edhe nëse unë do të them ke shpresë Perëndia, po çfarë Perëndia thua ti? Mu po mikë truri këtu, ti thua Perëndia. Ti thua më dëgjoj dhe hajde lutemi së bashku. Ore, jenë të rrezik të bëjë. Por në momentin që do gjejmë një kohë qetësie, një kohë paqe, një mënyrë, një derë që hapet sadopak, atëherë neve do të kemi mundësinë që të flasim. Ashtu është edhe me Perëndin
në marrëdhënie me ne. Perëndia është gati të veprojë në jetën tonë, por deri në momentin që ne e lejojmë që ai të veprojë. Nëse ne nuk e lejojmë, nëse neve themi çfarë po bën Perëndia, nëse neve themi ku është Perëndia, ndërkohë që Perëndia thotë shko tek ligji im, tek fjala ime dhe medito, lehtësoje barrën. Ndërkohë që neve themi ku është zgjidhja, pastaj hajde flasim së bashku. Është një lloj sikur të veshësh syzet, neve që unë që i përdor syzet, po një gjë e vogël të kenë tek xhama, unë kam shumë të vështirë, më bezdisin shumë. Por imagjino ti kesh të papastra fare, edhe të thuash që unë shikoj. Ku është drita këtu se unë shikoj, unë në rregull jam, ndërkohë që nuk lejon ta pastrosh. Edhe Perëndia këtë thotë, pastroje mendjen, pastroje shpirtin ta, dhe pastaj do të gjejmë dhe zgjidhje. Sepse është gjithashtu si ai në momentin që neve shkojmë dhe kërkojmë diçka, edhe që është ajo aty është, por nuk na shikojnë syt në atë moment. Edhe neve themi nuk shikon syri, por shikon mendjen. Pra neve kur e mbledhim mendjen tonë edhe i qartësojmë mendimet tona, atëherë gjërat bëhen më të qarta dhe më të pastra. Stesa për gjithë secilin për nesh është të marrim sot nga Josueu 1:8, të ulemi, të murmurisim, ta përmendim, ta lexojmë, ta rithemi, pra ta lejojmë që të kalojë në zemrën tonë. Bëje përsëri nesër, bëje edhe pas nesër dhe çdo ditë, edhe të shikojmë. Pra shijojeni dhe shikoni se sa i mirë është Zoti, lum njeriu që strehohet tek ai. Psalmi 34 vargu 8. Mbyllim edhe një herë me këtë varg. Shijojeni dhe shikojeni se sa i mirë është Zoti, lum njeriu që strehohet tek ai. Amen. Zoti ju bekoft.